Ju në gjatë jeta uroj të jeni mirë. Sot harrojni prallat me aleancat përjetshme dhe diplomaci kafenesh. Bota që njihnim deri sot ka vdekur, ju duhet ta kuptoni këtë, dhe ne po dëshmojmë funeralin e saj në kohë reale. Dëgjojmë pak detajet çfarë po ndodh. Nëse në zyrat e Berlinit dhe të Parisit kemi një përfshirje nga një panik ekzistencial, presidenti amerikan Donald Trump nuk u rikthye në shtëpinë e bardhë as për të negociuar, as për të bërë dialog, por për të ekzekutuar rendin e vjetër botror. Europa është sot nën giotinën e Trumpit pa muskujt ushtarak të Amerikës, e tradhtuar nga raketat që po tërhiqen dhe e poshtruar nga një diplomaci shoku ku dinjiteti i kontinentit matet me fatura haraçi. Por ktheheni kokën pak nga lindja, sepse tradhtia nuk ndalet në Washington. Ndërsa Amerika tërhiqet, Turqia po marshon drejt boshllëkut strategjik. Nga Mesdheu në Ballkan, pesha ushtarake e Ankaras po dikton rregulla të reja, duke lënë Europën të përballet me një moment të ri ku duhet marrë forca dhe vendime të reja. Gjithashtu, Turqia është e vetëdijshme se është e rrethuar nga Qipro, Izraeli dhe Greqia për një përplasje të re e projektuar në Izrael dhe për një moment të ri gjeopolitik, i cili pas një diskutim në një përplasje direkte mes Greqisë dhe Turqisë do ta çonte Rusinë në krahun e Greqisë. Dhe jemi ne në mes të kësaj përplasje titanash. Ku qëndrojmë? Ku jemi? Çfarë po bëjmë? Çfarë duhet kuptojmë? Këtu në Shqipërinë tonë, ku teatri i pushtetit luan aktin e tij më të shëmtuar, një opozitë që pretendon revolucionin, por që dorëzohet përpara një pike shiu, një kryeministër që ushqehet nga dobësia e kundërshtarit dhe ndërkombëtar si Gonzates që recitojnë vjersha për reforma, ndërsa kërkojnë stabilitetin e një autokracie që po e zbraz Shqipërinë nga shqiptarët. Sot do të shmontojmë makinerinë e renave siç bëjmë çdo natë. Pse Amerika po na çarmatos në mes të NATO-s tonë? Europianët, si po ridizajnon Turqia projektin e fuqisë saj jashtë NATO-s dhe brenda NATO-s? Rama dhe Berisha çfarë po luajnë, si po e gatuajnë ata dështimin tonë? Ajo që po ndodh, miq të dashur, në zyrat e Berlinit, Parisit dhe të Brukselit nuk është thjesht një shqetësim. Është panik ekzistencial. Donald Trump është rikthyer në shtëpinë e bardhë, por këtë herë jo si një politikan që kërkon konsensus, siç ju thash më lart, por si një eliminues i rendit të vjetër botror. Nëse gjatë mandatit të tij të parë ai fliste për tarifa, sot ai po zbaton një operacion të organizuar shpërbërje. Trump po shënjestron kryeqytetet europiane një e nga një. Strategjia e tij, e cilësuar nga foreign policy si diplomacia e shokut, synon të kthejë Europën në një bashkësi shtetesh me muskuj ushtarak, pa muskuj ushtarak dhe pa zë politik. Sipas një raporti të fundit nga Atlantic Council, presidenti Trump e sheh Bashkimin Evropian jo më si një aleat, por si një mini kin të vogël që ka shfrytzuar Amerikën për dekada. Dinjiteti i kontinentit tashmë është në giotinën e Donald Trumpit, thon analistët e Le Monde Diplomatique dhe korridoret e diplomacisë në Paris. Trump nuk po negocion më me liderët. Ai po i vendos ata liderët europian përballë faktit të kryer. Kur ai refuzon të përshëndes apo kur sulmon verbalisht bashkëshortet e liderëve të Bashkimit Evropian, ai nuk është duke bërë thjesht show. Trump njihet si njëri që bën show, por në këtë rast nuk po bën show, por është duke përcjellë mesazhe. Ai po u tregon popujve europian se liderët e tyre janë të pafuqishëm përballë vullnetit amerikan, ndaj synon t'i tallë her pas here. Epoka e barazisë tashmë ka vdekur. Ka nisur epoka e përplasjes së një bote ku Europa nuk ulet më në tryezë si partnere, por si një subjekt që duhet paguaj haraç
për mbrojtjen të cilën nuk e ka më. Çfarë ka ndodhur o bat Trump? E ja ta shohim. NATO është në agoni dhe tërheqja e muskujve amerikan është një moment i ri në Europë. Le ta kalojmë pak tek faktet ushtarake. NATO po kalon në atë që rrethet ushtarake në Washington e quajnë vdekje klinike me vullnet të lirë. Trump ka ndaluar vendosjen e raketave Tomahawk në Gjermani, një lëvizje që e ka lënë zbuluar komplet krahun lindor të Aleancës Atlantikut Veriut NATO. Po pse ky ndëshkim? Burime nga Pentagoni konfirmojnë se presidenti Trump po e përdor sigurinë europiane si monedhë këmbimi për luftën e tij me Iranin. Nëse nuk jeni me ne kundër Teheranit, mos prisni të jemi me ju kundër Moskës në Ukrainë. Ky është mesazh i pashkruar mes Europës dhe Amerikës sot. Tërheqja e 5.000 trupave dhe ushtarëve nga Gjermania nuk ishte thjesht një lëvizje logjistike, ishte një goditje poshtë brezit për ekonominë dhe për moralin gjerman. Ndaj gjuha ndaj kancelarit Merz javën e kaluar, kur kancelari tentoi të fliste për autonomi strategjike europiane, Trump e mbylli debatin me një fjalor që nuk përdoret as në luftra bandash në rrugë. Hesht i tha dhe mos ndërhy dhe mos i fut fare hundët në punët e Amerikës. Nga këndvështrimi amerikan i artikuluar shpesh nga Instituti Heritage Foundation, Europa nuk është një parazit gjeopolitik. Amerikanët mbajnë barrën e 70.000 ushtarëve dhe mbajnë depot europiane me raketa Patriot, ndërsa Parisi dhe Berlini vazhdojnë të blejnë energji apo të mbajnë kanale hapur me kundërshtarët dhe armiqt më të përbetuar të Amerikës. Tensioni ka arritur kulmin. Amerika po merr mbrapsht jo vetëm ushtarët, por edhe teknologjinë dhe kjo është akoma më e rrezikshme. Tërheqja e teknologjisë është më e rrezikshme se tërheqja e ushtarëve. Po na çarmatosin në mes të natës, citohet të ketë thënë një zyrtar i lartë i NATO-s brenda Bashkimit Evropian. Në fakt, shumë janë duke e konsideruar këtë si edhe një lloj poshtrimi, por poshtrimi nuk ndalet këtu dhe përplasja nuk ndalet këtu. Kishte një përplasje të fortë me monarkinë dhe kemi një tentativë të Macronit për zgjuar Francën dhe Europën. Me monarkinë britanike sigurisht, një nga momentet më të rënda diplomatike të dekadës së fundit ishte vizita e mbretit të Anglisë në Washington. Një vizitë për të cilën unë kam bërë një video përpara pak ditësh, kush ka dëshirë mund të shkoj ta shoh, është video shumë interesante, e cila analizon në detaje të imta raportet mes Washingtonit dhe Londrës dhe kërcënimet e nënveshme të Londrës për Shtëpinë e Bardhë, duke i rikujtuar atyre nëpërmjet mbretit se po të mos ishte Anglia në Shtëpinë e Bardhë do të flitej frëngjisht. Është video interesante, kush ka kuriozitet mund të shkoj pak më poshtë, disa ditë më poshtë, le ta gjej. Vizita e mbretit të Anglisë në Washington ishte një pikë kthese shumë e rëndësishme. Protokolli mbretëror u shkel me dashje sipas Londrës. Trump e la mbretin me dorë të zgjatur dhe vendosi këmbën përpara mbretëreshës. Një simbolik e qartë e nënshtrimit të rendit të vjetër ndaj rendit të ri që synon të vendos Donald Trump. Ky lloj poshtrimi e detyroi Londrën të reagojë menjëherë me një gjuhë të pazakontë. Po të mos ishim ne, siç ju a thash edhe në videon e shkuar, ju sot do të flisnit frëngjisht, një referencë historike për rolin britanik në mbijetesën e demokracisë. Por mesazhi i Trump ishte i qartë. Historia nuk ka më asnjë lloj vlere. Sot vlen vetëm një fakt, forca. Në mesin e këtij kaosi, Emmanuel Macron po përpiqet të luajë rolin e shpëtimtarit të Europës.
A i shpalli zgjimin europian dhe Macron ka argumentuar se Amerika e ka bashkuar sot apo ka pushuar së qeni garantuese e paqes. Macron thot na futët në Ukrainë, na detyruat prishemi me gazin rus dhe na e shitët gazin tuaj 4 herë më shtrejt se sa na e shiste Rusia. Dhe tani jeni duke na lënë vetëm përballë Putinit. Kjo është akuza europiane për Amerikën. Europa tashmë ndihet si e burgosur që i kërkohet të paguaj për qetësinë e vet. Ndërsa presidenti Donald Trump rrit tarifat mbi makinat gjermane dhe ndaj shumë prej produkteve franceze, ai po shtyn këto vende drejt një kolapsi industrial, duke bërë Europën tërësisht të parëndësishme në hartën e re të prodhimit global. Të shohim pak errat që fryn nga Turqia dhe loja që po bën ajo në këtë moment. Këtu hym në segmentin më befasues të këtij ekuacioni. Ndërsa Amerika tërhiqet, Donald Trump po i hap derën një lojtari tjetër, Turqisë së Erdoganit të hyjë në lojë. Pas SBA-s, Turqia është fuqia më e madhe ushtarake e NATO-s dhe Trump duket se ka gjetur tek Erdogan një partner momental transaksional më të besueshëm se tek liderët e tjerë europian. Pavarësisht kësaj, kjo nuk duhet harrojmë asnjë moment planin që ka Izraeli me Kiprin dhe me Greqinë për të shejtanizuar Turqinë dhe rolin e saj në mënyrë që të rrethojnë Turqinë dhe të bëhen gati për një përplasje të fortë me të, pasi Izraeli, i cili ka ndikim të fortë tek Trumpi, veçanërisht Benjamin Netanyahu, ka një betejë të fortë dhe agresive me Turqinë për të kontrolluar lindjen e mesme dhe mesdheun lindor. Pasi në Tel Aviv janë shumë të shqetësuar për zëvendësimin e boshllëkut që mund të lërë Irani, apo dobësimi i Iranit, apo rënja e Iranit që mund të mbushet nga Turqia, dhe kjo po e aktivizon Kiprin, Izraelin dhe Greqinë të rrisin tonet ndaj Turqisë, pse jo, ndoshta drejt një përplasje apo një lufte të mundshme ku pa asnjë diskutim Rusia do të ishte në krahun e Athinës. Sipas institutit turk SETA, Ankaraja po përgatitet të mbush boshllëkun gjeostrategjik që po lë Amerika në Europë. Në Ankara e kanë kuptuar se Europa është tashmë ka nevojë për të mbushur nevojat e saj dhe po luajnë në Ankara me 2 porta. Karta e sigurisë. Turqia thot Europës, unë ju mbroj kufit jugor të NATO-s, por me kushtet e Turqisë, dhe do të luaj gjithashtu me kartën energjetike. Duke qenë se jeni prish me Rusin dhe nuk i keni punët mirë me të, unë ju sjell gazin e vendeve të gjirit nëpërmjet Sirisë dhe nëpërmjet Turqisë, dhe kjo është karta energjetike. Çdo gazsjellës që vjen nga Irani, nga Iraku, apo nga Katari, apo nga vendet e gjirit, duhet kaloj patjetër përmes tokave të Anadollit, me të cilin Europa nuk ka një histori të mirë. Por, ky zgjerim turk po i zgjon plagët historike të Europës. Europa ka frikë nga ai që e quante dikur burri i smur i Bosforit, që tashmë është armatosur gjerlëndhëm me dron Bayraktar dhe me raketa balistike, dhe po tenton të shtrihë çdo ditë më shumë ndikimin e tij në Ballkan dhe në mesdheun lindor, përveç Azisë Qendrore dhe lindjes mesme. Ky është një ekuacion i madh, i ri, për të cilin Europa duhet të bëjë llogarit mirë pas një diskutim. Konflikti në Kipro dhe në Egje është një plag e hapur për Europën. Mediat turke dhe shërbimet inteligjente turke MIT e akuzojnë Izraelin dhe Greqinë për një konspiracion të madh. Pra, MIT-i turk, shërbimet sekrete turke akuzojnë Kipron,
Greqinë dhe Izraelin se dëshirojnë të përdorin Greqinë dhe Qipron për të frenuar Turqinë dhe për të ndaluar atë në ambicjet e saj në drejtim të Ballkanit, sepse Turqia shihet si forca e vetme që mundet të ndikojë, pra mund të zëvendësojë ndikimin e Iranit në një zbrasësi të mundshme në dhe në lindjen e mesme. Çfarë po kërkojnë turqit? I kanë bërë një ofertë të re Greqisë, Europës që të shkojnë në Bashkimin Evropian. Nëse Turqia pranohet në Bashkimin Evropian pa kushte, siç po kërkon në këtë moment, duke përdorur nevojën e Europës për korridoret e gazit, industria turke do të hynte menjëherë në mes të Europës me prodhimin e saj bujqësor, industrial dhe do të pushtonte tërësisht Europën lindore. Por çelësi mbetet Qipëroja. Europa nuk mundet të pranojë Turqinë për shumë arsye, por më kryesorja e tyre është Qipro veriore. Por Trump është duke i thënë Europës tani, vrisni veten, përplaseni kokën pas murit dhe zgjidhini vetë punët dhe hallet që keni me Turqinë, merruni vesh me Erdoganin, shkulni flokët e njëri tjetrit, zgjidheni si të keni kokrën e qefit vet punën me Turqinë dhe mbrohuni nga Vladimir Putini si të keni qef vet. Ky është mesazhi që vjen nga Trumpi për këtë pikë. Këtu vjen edhe një lojtar tjetër, bota arabe që kontrollon naftë dhe gaz shumë dhe çelësi i madh i paqes. Ku janë arabët në mesin e kësaj loje, ndërsa Trump i ndez Europës fitilin qoftë në luftën e Ukrainës me Rusinë, qoftë duke goditur interesat e saj energjetike në luftën me Iranin, e braktis Europën plotësisht. Bota arabe është duke luajtur një lojë mbijetese. Arabia Saudite dhe Egjipti nuk duan të jenë thjesht fusha beteje për raketat amerikane dhe iraniane dhe po mbajnë një lojë, po luajnë një lojë më të distancuar. Në mbrëmje ose nesër live në darkë do t'ju shpjegoj imtësisht se si po luajnë ekuilibrat gjeopolitik atje dhe si është e mundur që po ndërtohet një aks ndërmjet Ankaras, Egjiptit, Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Kinës, dhe në të njëjtën kohë Egjipti që po shfaqet aleat tek boshti i ri Erdogan Turqi, Erdogan Egjipt, Arabi Saudite, Pakistan, çon avionët e tij Rafale tek një lojtari aksi tjetër, siç janë Emiratet e Bashkuara Arabe, që luajnë me aksin Emiratet e Bashkuara Arabe, Izrael, Indi, të paktën në këtë moment. Kjo don një shpjegim që i ngatëron njerëzit në ekuilibrat e ri që po ndërtohen, don një shpjegim të cilin do t'ja bëj në një moment të dytë, sepse sot do të fokusohem vetëm tek kjo çështje që lidhet me temën e sotshme. Sipas raportimeve nga mediat dhe institutet, qendrat studimore në Riyadh, po krijohet një bosht i racionalitetit Arabi Saudite, Egjipt, Turqi, Pakistan, për të cilin ju kam folur, dhe ky bosht synon të krijojë një zonë tampon që parandalon një luftë totale mes SBA-s dhe Iranit, e cila do t'i shkatëronte dhe do t'i hidhte komplet në erë tregjet e energjisë. Për arabët suksesi nuk është fitoria ushtarake, por stabiliteti, sepse ata duan të shesin mallin që mund ta shesin më shumë, naftën dhe gazin. Prandaj, ata po shohin me habi se si Trump po i trajton aleatët e vjetër europian dhe po kuptojnë se besnikëria ndaj Washingtonit është e përkohshme dhe e kushtëzuar nga momenti i Donald Trumpit apo i çdo lloj presidenti që mund vi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çmimi i madh për ta është ndërtimi i një ekonomie që nuk varet nga tokat apo nga tekat apo nga vendimet e shtëpisë bardhë. Të paktën në këtë moment ky është projeksioni i arabëve, ndërsa në Europë, ndërkohë që po përgatiten për një erë të re, për një kohë të re, për një epokë të re, pavarësisht se nëse do të kthehet dikush
nga administrata e vjetër në shtëpinë e bardhë, nëse do të rikthehen demokratët në pushtet në Amerikë. Sigurisht këtu kemi llogari të tjera dhe NATO nuk shpërbëhet nëse rikthehen demokratët në pushtet, por deri atëherë do të na duhet të presim dhe të kuptojmë se cila është strategjia e Bashkimit Evropian. Vëllezër dhe motra shqiptar, duke i parë të gjitha këto zhvillimet interesante dhe këto lojra të rrezikshme që po luhen në shahun ndërkombëtar të ekuilibrave të forcës, një e vërtet e hidhur është përshkon trupin e të gjithë atyre të cilët besonin tek verbërisht tek ajo që quhej vëllazëria transatlantike. Donald Trump po e lë sot Europën fillikat vetëm përballë erave të cilat vijnë nga Rusia, erave që vijnë nga Turqia, nga Azia Qendrore dhe erat dhe stuhit që vijnë nga të gjitha anët dhe përballë pas një diskutim përballë orekseve të jashtëzakonshme të Vladimir Vladimirovich Putin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po grumbullojnë armatimet e tyre dhe po anullojnë kontratat e mbrojtjes me aleatët sepse i duhen për frontin me Iranin dhe me Kinën. Europa po çarmatoset fizikisht dhe moralisht. Raketat Tomahawk po ikin, ushtarët po kthehen në shtëpi, ushtarët amerikanë dhe tarifat po rriten, tarifat doganore. Pyetja që mbetet sot për liderët tanë është: a do të vazhdojnë të shpresojnë tek një ndryshim administrate në Washington pas 2 vitesh e gjysmë, apo do të pranojnë se Amerika ka ndryshuar një herë e përgjithmonë? Kjo është pyetje e madhe. Nëse Turqia mbush boshllëkun e NATO-s, harta e Europës që njohim do të pushojë së ekzistuari. Ne po hymë në një epokë ku e drejta e ligjit ndërkombëtar po zëvendësohet nga e drejta e atij që i ka raketat më të forta, më të fuqishme dhe vullnetin për të luftuar dhe për të qëndruar më të pamëshirshëm se palët e tjera. Dyert e ferrit janë hapur dhe Europa po qëndron në pragun e tyre e vetme, pa mbrojtje dhe mbi të gjitha, ende pa një plan të qartë, përveç premtimeve të Emmanuel Macronit dhe të Berlinit, të Parisit, për të tentuar tashmë për të rikuperuar kohë dhe për të ndërtuar një plan të mbrojtjes strategjike, një plan të shkuljes së varësisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë e vëmë re edhe në lojën dhe në përplasjen që ka nisur në Ballkan dhe në përplasjen që ka nisur mes Gjermanisë dhe BE-s dhe Amerikës në tokën e Dardanisë, në tokën e Kosovës, ku përplasja Kurti me opozitën është vetëm një refleksion minimal i kësaj përplasje amerikane, europiane për kontrollin e Kosovës apo për diktimin e lojës dhe të strategjisë së tyre në ekuilibret dhe në ekuacionin ballkanik, veçanërisht atë të Kosovës. Ndërkohë që të gjitha këto stuhi po frynë nga të gjitha anët, revolucioni i radhës i Sali Berishës u mbyt me sa duket me një pikë shiu. Berisha zbriti në shesh, por sheshi mbeti bosh, kur lideri i një lëvizje që pretendon se përfaqëson popullin e vërtet, thot se faji për dështimin e një proteste ishin 10 pika shi, atëherë kemi përfunduar zyrtarisht në parodi. Berisha është shumë i interesuar të vazhdoj ta kontrolloj opozitën me çdo çmim dhe me çdo kusht, ndërsa Rama është i interesuar që ta dobësoj kontrollin e Berishës duke i ringritur fraksione brenda tij, siç janë Saliani dhe figura të tjera dhe personazhe të tjerë, në mënyrë që ta mbajë Berishën në krye të Partisë Demokratike dhe të mos e shkatërrojë plotësisht atë, sepse Berisha është alibia e ekzistencës së Edi Ramës dhe arsyeja e ekzistencës së tij. Burime të mia dhe burime konfidenciale pranë amerikanëve dhe jo vetëm tregojnë qartësisht se për sa kohë do të jetë Berisha shef i opozitës, Rama do të vazhdojë të jetë në krye të qeverisë deri në një moment
që shqiptarët do t'ja dalin të prodhojnë një mas të re e cila i çon të dy në koshin e plehrave të historisë. Nëse 30 vjet histori politike dhe kauza e madhe e rrëzimit të diktaturës pengohen nga një re që lëshon disa pika uji, kjo tregon që nuk kemi të bëjmë në Shqipëri me lëvizje popullore as me opozit, por me një strukturë të lodhur të Sali Berishës që nuk frymëzon më as militantët më besnik të tij. Duket qartë që opozita është shndërruar në një makinë pa rrota, pa dyer, pa xhama, që ka rënë në humner dhe i punon vetëm radio. Shqiptarët nuk i trëmben shiut as borës, as plumbave, as luftës, kur lind dhe kur gjallet besimi tek zemrat e tyre. Shqiptarët thjesht nuk kanë besim më tek një njeri i cili premton përmbysje, por fatkeqësisht ofron vetëm riciklim. Rama dhe Berisha janë dy anët e të njëjtës monedh. Rama nuk bie sepse ai ushqehet nga Berisha. Ai e shikon sheshin e zbrazur dhe qesh nën mjekër. Ai e di që për sa kohë përballë tij qëndron figura e vjetër, të cilën e marketon si non grata të këtë gjitha mediat që i kontrollon në Tiranë, ishi i gjithçkaje, ai vet do të duket mbreti perëndimor modern dhe i pashmangshëm, shumë lojtar i nevojshëm për Washingtonin, për Brukselin dhe jo vetëm, veçanërisht edhe për Izraelin, ku Edi Rama ka fituar një tender të madh pushteti. Të paktën deri tani. Është një simbioz vdekjeprurse kjo për Shqipërinë. Rama ka nevojë për dobësinë e Berishës, ndaj e dobëson që të vjedh pa u ndëshkuar, ndërsa Berisha ka nevojë për arrogancën e Edi Ramës që të mbaj peng opozitën si mbrojtësi i vetëm i popullit shqiptar. Rama nuk bie bashkë me Berishën, Rama mbieton fal Berishës. Më vjen keq kujt i dhëmb kjo tezë, kjo është e vërteta dhe duhet ta gëlltisim atë që ta kuptojmë. Hipokrizia ndërkombëtare është një tjetër valë që na shoqëron në gjithë këtë histori. Reforma për ne, për popullin dhe për qeverinë dhe mbështetje për Edi Ramën, dhe këtu fillon tallja e vërtetë. Ndërsa zoti Gonzato, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë dhe të tjerë zyrtar perëndimor në Tiranë recitojnë vjershën e integrimit dhe vjershën e madhe të reformave, shtetin e së drejtës dhe luftën kundër qelpsirës që quhet korrupsion, Brukseli po merret me hallet e veta, Europa shikoni si i ka hallet, me luftën në Ukrainë, me energjinë, me Turqinë, me gazin, me Amerikën, me Trumpin dhe me krizën e brendshme të Bashkimit Evropian. Shqipëria për ta nuk është më prioritet. Mbusheni mendjen shqiptar. Shqipëria nuk është më prioritet. As i BE-s, as i Amerikës. Është thjesht një dosje që duhet mbajtur me kujdes që mos na shkaktoj dhimbje koke dhe të rri ashtu e qetë në tryez dhe në sirtar, pa na shkaktuar trazira në Ballkan. Kjo është arsyeja përse zyrtarët perëndimor i mbyllin syt kur vidhen zgjedhjet në Shqipëri dhe kur poshtërohen shqiptarët. Ata preferojnë një autokrat stabil, një diktator stabil si Edi Rama dhe klanet e tij me cilat kontrollon gjithë Shqipërinë, që u thot po çdo kërkese, se sa një kaos demokratik të cilin nuk e kontrollojnë më dot. Ata kërkojnë reforma për të na mbajtur tek dera, por rrahin shpatullat e Ramës kur Rama kontrollon gjithçka. Sepse atyre stabiliteti u intereson më shumë se sa liria juaj, binduni për këtë. Zgjidhni shqiptar sot mes teatrit dhe jetës tuaj. Jeni bërë spektator, vëllezër të mi, të një ndeshje, rezultati i të cilës është i trukuar pa filluar ndeshje. Mos u gënjeni nga shiu i Berishës. Ai nuk po lufton për ju,
po lufton për lëkurën e vetë dhe kujt do t'ja lërë partin, të bijës, familjes, apo një besniku pranë familjes. Mos u gënjeni nga BE-ja, as nga Edi Rama, as nga integrimet e Ramës në BE si që u premtoi për mandatin e 4. Ai nuk po ju çon në Europë, po ju mban në një pritje të pafundme që ai të sundoj i qetë, bashkë me grushtin, bashkë me grupin e tij, të cilët janë një ushtri mizash elektronike me adresa falso, që krijojnë një mashtrim, një narrativ të mashtrimit në rrjetet sociale, në YouTube, në Facebook, në Instagram dhe në TikTok, për të lënë, për të krijuar imazhin se ai kontrollon gjithçka. Mos u gënjeni nga ndërkombëtarët. Ata, vëllezër dhe motra shqiptar, do të mbështesin gjithmonë ata që atyre u garantojnë qetësi, qoftë dhe hajdutët, qofshin edhe hajdutët e votave tuaja, qofshin dhe hajdutët e parave, të pasurive dhe të jetëve tuaja. Analiza është e qartë. Ky sistem është një rreth i mbyllur ku ju jeni vetëm furnizuesit e haraqit. Rama nuk bie sepse Berisha është mburoja e tij. Ndërkombëtarët nuk reagojnë sepse nuk u prish punë një Shqipëri e zbrazur nga shqiptarët, por e qetë. Nëse nuk do të bëheni shiu dhe rrebeshi që përmbyt të dyja palët, do të mbeteni gjithmonë duke pritur tek stacioni i një bashkimi evropian që nuk ka ndërmend të hap derën për një vend që udhëhiqet nga fantazmat e të shkuarës dhe manipuluesit e të ardhmes. Zgjohuni shqiptar sepse teatri mbaroi. Për faturën po e paguani ju dhe fëmijët tuaj. Kaq kisha për sot. Do të rishihemi në mbrëmje në 21:30 ose në një orar të përshtatshëm për zhvillimet e mëdha të jashtëzakonshme të cilat duhen kuptuar në këtë udhkryq të rëndësishëm të historisë. Mos harroni, duke ju falendëruar për kohën tuaj të çmuar, për durimin dhe për mbështetjen, mos harroni t'ia çoni videot pjesës tjetër të Shqiptar. Mirë dëgjofshi.